Qa kemi zëmë? I dashni. Shtu qoftë. Boni. Ayahuasca është ceremoni e shenjtë, Ta. po se dalim para Zotit, edhe para Perëndisë. Më intrigon shumë kur e thua këtë, do dalim para Zotit, duket kështu si e pabesueshme. Do ta kem edhe unë këtë përvojë? Po të pish ayahuasca, po? Se kisha imagjinuar ndonjëherë që do merrja pjesë në një ceremoni si kjo, në ceremoninë e ayahuascës, e cila do të zhvillohet sot, vetëm pak kilometra larg Tiranës. Kam dëgjuar të flitet për të, kam dëgjuar edhe njerëz që kanë ndarë përvoja, ka njerëz që e dashurojnë si proces, ka të tjerë të cilët janë dyshues, por unë vendosa ti bashkohem kësaj ceremonie dhe pas pak do të zbuloj më shumë, do të takohem me shamanin mistik Kenta, i cili për herë të parë zhvillon ceremoninë e ayahuascës në Shqipëri. Hej, si jeni? Po, që kemi, dola? Po shikoj që po vinë njerëz dhe jam kurioztare të një GPS majsit. Ti ke parë spa? Po, era parë. Si ndihesh? Kam emocionet ndryshme, kam edhe atë frikën se është diçka që nuk e njoh. Kam edhe kuriozitet të madh. Dua të kuptoj. Edhe unë kam këtë pjesën e kuriozitetit, po kam edhe unë një lloj frike, pjesa që do më ndodh, si do reagoj. Është të malës, është diçka që nuk e njohim. Po nga ana tjetër ama shumë padurim për të zbuluar. Shumë krenare për veten time, njëkohësisht edhe emocionuar, nervoze, pakangët, sepse gjithsesi është e panjohura, si të përjetojmë. E patë të vështirë ta merrje vendimin të isha këtu? Po. Më kam 2 vite që po e prisja këtë moment, por gjithmonë vjen në momentin kur ti je gati. Pse doje ta bëje këtë përjetim? Kisha pasur një sër ndodhish në jetën time, të cilat më shtynin gjithmonë tek kuptimi i jetës, kuptimi i vetes, po edhe i personit tjetër, i të tjerëve. Shumë gjëra që nuk i jepja dot përgjigje. Mirë se gjej. Faleminderit edhe desha të dhuroj këtë varse. Ky drur është ayahuasca. Ua, sa i bukur. Pas ka formën e një lule, ja apo jo? Ka formën e zemrës, ka zemër. Zemër. Pra çdo prerje tërthori e hardhis ayahuascës jep këtë formë? Po, nuk është e punuar, absolutisht. Interesante. Faleminderit shumë që ma dhuron. Gjithashtu. Nuk e di nëse sjell fat apo kush Jo, është kjo vetmia sjell e këtë varse? ndërgjegje edhe kujtesë. Duke të vënë këtë varsën qafë, do jetë fillimi i një udhëtimi pafund. Faleminderit. Sa arome mirë? Në gjuhën e shamanëve të Amerikës Latine quhet shakapa. Ato kanë një bimë të vetën që e përdorin. Po unë jam shaman shqiptar, e bëj me çaj mali, me gjetna picin, bajer. Çfarë është një shaman? Shaman është një shërbëtor. Shërben njerëzve edhe udhëheq në një udhëtim të pa imagjinueshëm jashtëtrupor. Të çon ayahuasca në një përvojë jashtëtrupore? Ayahuasca bashkë me shamanin, po. Ka shumë skepticizëm për ayahuasca. Pse? Pa dije. Edhe kryesorja unë them është inxhinieria sociale që na bëhet neve që kur lindim. Po të shkojmë në xhungël, nuk ka skepticizëm fare, fëmijët fillojnë edhe gatojnë ayahuascën që kur janë 6 vjeç, edhe fillojnë edhe pinë edhe udhtojnë me ayahuascën që kur janë 9 vjeç. Çfarë është ayahuasca? Se edhe unë kam nevojë ta kuptoj më shumë. Kam dëgjuar për ceremoninë e saj, por
Përmend e hardhin, përmend e xhunglën, nuk e di. Dua të kuptoj më shumë. Në formën fizike ayahuasca është një ardhi, po që ta marrësh kështu si çaj që ta pish për udhëtim jashtëtrupor, duhet dhe një bim tjetër që quhet chakruna. Asaj merren gjethet, kurse ayahuasca si ardhi, pritet, edhe bashkë ato zihen dhe bëhet ky çaj. Po ayahuasca është shumë se sa ardhi. Është prezantimi i perenicë, prezantimi i portës dashnisë. Aty ke ajo portë që nuk e prekim dot me sy, po e shohim me zemrën. Aty ku ata që kanë kurajan dhe guximin të vinë, hyjnë e bojnë një. Në hyjni. Në Amerikën Latine kam dëgjuar në Peru rritet ayahuasca. Në Amerikën Latine, po. Jo vetëm Peru, po në gjithë Amerikën Latine. Ja. Dhe është e lishme në Amerikën Latine. Jo vetëm është e lishme, po është krenari kombëtare. Ayahuasca. Ashtu si kemi ne Skënderbeun, ata kanë ayahuasca, që të zgjon shpirtin. Sa vite ke që je në këtë rrugtim, Kenta? 18 vjet edhe 16 vjet shaman. 16 vite shaman. Është një udhëtim i pafund. Mesazhi më i fortë që dashnia ka është që të na kujtojë që ne jemi lumturia vet. Lumturia nuk kërkohet, nuk fitohet, nuk ta jep njeri, nuk jetohet, nuk ka lumturi këtu në botë. Ka gëzim, po s'ka lumturi. Lumturia vërtet është ajo njësia, kujtimi që ne jemi lumturia vet edhe dashnia vet. Pra, pavdekshëm. Arrin të kesh një numër të përafërt se sa ceremonia ayahuasca ke zhvilluar në këto 16 vite? 400, 500, 600. Shumë. Ndihesh e kuptuar nga njerëzit? Në përgjithësi, jo vetëm në ceremoni. Ja. Në botë ekziston një ignorancë e madhe. Sa vjen e thellohet më shumë. Pse është ayahuasca e jashtëligjshme? Ayahuasca është e jashtëligjshme se s'do ketë kontroll. Njerëzit fitojnë një liri të mbrëmshme që nuk e kontrollon dot më njeri. Kenta, unë jam shumë kurioze të përjetoj këtë ceremoninë e sotme, po mos thuaj ti nëse ayahuasca është për të gjithë, a mund ta kem këtë përbojë sonte. Ayahuasca është për të gjithë ata që janë gati. Si ta kuptojnë që jam gati? Dgjoj, atë kuptimin ti e ke pas para se ti ishe këtu, se sot e ke marrë vesh. Kam dëgjuar të tregohen edhe përvoja jo pozitive nga ayahuasca, madje kam dëgjuar që mund të jetë edhe e rrezikshme në disa raste. Jo, po. A është e rrezikshme? Nuk është e rrezikshme ayahuasca, e rrezikshme është ignoranca që njerëzit vinë ose i afrohen ceremonisë. Ata që janë shaman të mirëfillt kanë një formular që duhet plotësuar. Me fjalë, ata që vinë në ayahuasca ceremoni duhet të jenë të shëndetshëm. Të shëndetshëm nga presioni i gjakut, nga zemra, nga ana mendore, mos marrin antidepressants, mos jenë drogë, marrin kokainë, heroin, gjithë me fjalë, më të pinë hashash. Në një farë mënyrë sot jam e përjashtuar duke qenë se mjekohem për anktin, dhe kush është arsyeja pse unë nuk mund ta përjetoj 100% ayahuasca sot dhe pse nuk më lejohet? Përqindja më e madhe është që mos të kesh mundësi të udhëtosh, se Xenex e company të bëj një bllokim të receptorëve në sistemin nervor. Edhe të pineal gland, po. Edhe të gjendrës finale. Por nëse në disa raste të ralla kalon, do luftojnë të dyja. Nga kush do ta marrësh informacionin? Do e marrësh nga ilaçi apo do e marrësh nga ayahuasca? Dhe e luftë bëhet mrena në trup. Edhe njerëzit kalojnë në ekstaz, e kanë të vështirë të kontrollojnë veten. Nuk e marr dot? Nuk mund ta marrësh ayahuasca, do pish pak, po do na nderosh që ti jesh ndihmëse. Është një pozicion jashtëmase i nderuar. Nisoj si shamani, ti jesh në shërbim të njerëzve, duhet të kesh zemrën e hapur, ti kuptosh, të ndjesh energjinë, të ndjesh nevojat e atyre që do marrin pjesë. Pra unë sot do jem ndihmësja jote në ceremoni dhe do provoj pak ayahuasca. Po, shumë pak. Do kesh përjetime se energjia kur bëhet kjo ceremonia e ayahuascës është shumë e fuqishme, shumë vibrante. Madre, 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 merikujni kristalina. Po ti si shaman, do ta pish ayahuasca sot? Po patjetër, po se piu shamani nuk bëhet udhëtimi. Sa rol ka shamani në këtë ceremoni sot? Dhe sa rol
Sa është përqindja e fuqisë ayahuasca? 50% shamani, 50% ayahuasca. Pra pa shaman nuk zhvillohet dot ceremonia e ayahuascës. Mund gjendesh në disa pozicione që do jetë e vështirë që ti punosh edhe dalësh. Bëhet gjithmonë kështu me, siç e shihni këtu me këto setup me fjalë që i themi. Sendet, Shamani duhet të jetë prezent. tingulli i Një nga ujit, ato. natyrë. Shifemi në krahun tjetër. Do kesh shumë njerëz? Më tepër se sa prisje. Nuk marr më shumë se 13, po shaman tjerë marrin edhe më shumë. Nis formuar sot një rrugtim njëri? Unë them se po. Rrugtimi nisi se bura e vasën qatë. Dhe është shumë e bukur, më pëlqen shumë. A mund ta mbaj gjithmonë? Po. Pra kjo është kujtesa ime. A është kujtesa jote? Faleminderit shumë që më pranove në ceremoni. Mezi po pres, jam kurioztare të zbuloj. Faleminderit që më besove dhe rolin e ndim që thënde. Nisem një rrugtim të ri. Bëha se po ndihesh para ceremonisë. Besoj edhe një orë edhe nis ceremonia. Unë të drejtën kam shumë vëshmëri, emocionesh, kam pak nga të gjitha. Ke ankë? Ndjenja pasiguri. Kam edhe pak angë, kam gëzim, kam frikë, se është diçka që nuk e njoh, një medicinë e re për mua. Po gjithsesi kam atë besimin tek mjeshtri, te shamani. Jam e sigurt që do jetë një natë e gjatë. Me shumë përjetime, unë do t'jem këtu për t'ju fshkuar, patjetër që do t'i bashkojmë edhe unë ceremonisë me ju, për marrë edhe unë një lloj përjetimi, por jemi gjithë kështu, para surprizës së madhe. Hapni zemrën, që hy dashnia, se një orgjithësia, një është hynia. Una medicina que sagrada madrecita. Muzika që ti luan me instrumentet e tua është një magji. Edhe ne ndjejmë atë energji, po ka një funksion më të thellë muzika që luan gjatë ceremonisë? Melodia muzika është gjuha e Zotit, Zoti nuk flet, këndon. Prandaj ayahuasca ka këto eksperjenca që nuk mund të veten dot në fjalë, se gjithë kjo me fjalë, këto meloditë, instrumentet e ndryshëm që luan, edhe kur njerëzit ka marrë ayahuasca, shqisat bëhen shumë herë më shumë se sa ne kemi këtë trup, edhe e ndjejmë atë sinkronicitetin edhe lidhjen e energjisë të çdo personi me meloditë që më luajnë. Natën e parë unë pash okej do e bëj, edhe pse kisha shumë frikë. Mund të kisha 1001 arsye pse nuk duhet ta bëja. Po gjithsesi besimi për diçka më të madhe ishte më i fortë. Se mendova dhe po sikur ta bëj një herë tjetër, mos ta pi tani. Jo thash do e pi tani se gjithmonë do kem frikë herën e parë dhe do e provoj. Do e provoj dhe do e lë veten të lirë. Si e përjetove? Sa ishte ayahuasca për ty? Po nuk e përshkruaj dot. Për mua ishte një prani. Ishte një prani që sikur më kapi për dorë dhe tha, hajde se do të tregoj disa gjëra. Do kuptosh disa gjëra.
Erdhën këto me vizione, me zë, si erdhën gjatë përjetimit? Për mua erdhën me vizione shumë të forta, me ngjyra të ndryshme, figura gjeometrike, dhe i kam shijuar, edhe pse kisha pak frikë. Me i çlirët me veten që ta përjetoj sa më lirshëm, domethënë sa më thellë atë. Thot, qa mund të bëj një... që është ajo? Fjalë, ndjesi, që mund të bëj një udhtim të bukur e ta ndit, ta përjetojmë më shumë. Qa është ajo? Dashni. Do një, që është ato të përjashtëm. Këtë të përjetash, okej? Me për ullje e dorëzim, okej? Me u bo një këtë zemër, e në këtë dashni. Me u bo një me dritë. Më ka bërë përshtypjen dhe detaj fakti që ke qenë shumë aktiv gjatë gjithë ceremonisë dhe fakti që i ke kontaktuar gjatë ceremonisë të gjithë pjesëmarrësit. Pse bëhet kjo nga një shaman? Kjo është, i thush, mënyra ime e drejtimit ceremonisë. Shpirti ka nevojë për asistencën e shamanit në mënyrë personale, intime, edhe me grup gjithashtu. Është një, si thush, një simfoni e energjisë, e drejtimit të eksperiencës në grup. Në ceremoni arrin ti marrësh edhe ti përjetimet e mia, të Yllit, të Kelit, të tjerëve në grup? Jo në thellësinë që çdo njeri e bën, po nga ana energjetike, po, patjetër. Ato lëvizjet e energjisë lart ose poshtë, ato i ndjen dhe prandaj dhe shkoj ke secili në kohën e dur për t'i ndihmuar për sa i përket gjendës janë sa eksperiencë. Dhe çfarë nën kupton mendim? Disa është reflektojnë ke vetja, shohin jo vetëm anët negative e frikën, po të shohin dhe bukurinë, të shohin dhe pafundësinë që kanë. Ka dhe shumë degëzime tjera. Për mu ishte, me vizione shumë të forta, me ato ngjyra. Mu nuk duk sikur huma komplet identitetin tim aty, isha vetëm një energji, një dritë e fortë. Limpia, limpia energía, luz de vida ayahuasca, madre, madre, madre. Corazón, luz, spiriti. Është një rrugtim i gjatë, ky që përjetuam bashk, po edhe i shkurtër. Sot jemi para natës së tretë të ceremonisë. Dita e parë ishte një lloj kureshtje për të gjithë. Pati përjetime, unë kam ndarë dhe kam marrë edhe përvojat e grupit, që i falenderoj realisht, sepse kanë qenë shumë të hapur për të treguar këtë eksperiencë. Nata e dytë, ne të gjitha përjetuam, kishte një intensitet të lartë në zhvillimin e ceremonisë të përjetimeve. Po sot, çfarë do ndodh? Po zakonisht nata e tretë është nata e dhuratës, është nata e shpërblimit. Ato dy net e para kur ajo punë intens e guximshme bëhet me ayahuasca. Nata e tretë është nata e shpërblimit kur ka më pak punë, më tepër kënaqësi. E kam ndjerë edhe te pjesëmarrësit, por edhe tek vetja ime ka një lloj kështu droje, frike, pasigurie, edhe pse e përjetuam dy net më parë.
Se ndodh kjo? Po të gjithë përballen pa njohur ceremonisë me ayahuasca asnjëherë nuk kanë të njëjtën. So nuk mund të kesh pritshmëri. Se tu është distancohesh nga trupi, është diçka aq sa e madhërishme, po në njëjtën kohë të jep një farë stepje se është e panjohura në mes. Po kur varon ceremonia, gjithë janë transformuar. Keri sot që është përmbyllje e ceremonisë, unë kam të ndjesinë që nuk dua të kthehem te jeta që isha. Si vjen te ty? Fundi tani. Së pari, unë jam shumë e gëzuar që dëgjoj këtë gjëra nga ti, se ishe këtu që na ndihmove, isha aty për të gjithë ne. Pavarësisht jo pjesë e pirjes së çajit edhe të udhëtimit, nga ti e ke kuptuar atë ndjesin. E kam kuptuar, e kam thënë që në fillim që duke ju shërbyer juve doja shumë që ky të ishte rrugtimi im. Dhe unë kam udhëtuar bashkë me juve, energjia ishte e jashtëzakonshme e fortë. Patjetër që nuk i kam pasur përjetimet e plota, po sot jam me një dorëzim ndaj vetes, ndaj çdo gjëje që më rrethon. Vetëm kaq më do të them, jam e dorëzuar. Absolutisht e dorëzuar. Dhe kam një transformim që nuk gjej fjalë ta përshkruaj. Do të shtoj vetëm këtë që është përgjegjësi e madhe, edhe kjo që po flasim ne tani është përgjegjësi e madhe. Të peshon pak kjo pjesa, se si do ta marrin njerëz, se si do lexojnë? Jo, sepse kjo është përvoja ime dhe unë po flas të vërtetën time. Qofse duan të më gjykojnë, okay, nuk është problem për mua. I kuptoj, edhe unë do i gjykoja diçka të panjohur. Ishte shumë bukur që ishim në këtë rrugtim bashkë, Keli. Shumë faleminderit gjithëve. Ishte një natë shumë intens. Do t'ju shpreh mirënjohjen gjithë juve. Jeni shpirta të bukur, të lirë, të fuqishëm, të guximshëm, duke qenë në për të farë. Tashi do fillojmë atë ndarjen e eksperiencës, ashtu si kemi thënë, sot është jeta 3 dhe e fundit. Mundoni të ndani sa më shumë keni mundësi se ndihmoni vetë tjerë që skritojnë nga ato eksperiencat e veta, por janë të gjëra që e dim tash që ja personale nuk ndan. Ishte eksperiencë e bukur, ndoshta më e bukur që kam jetuar në jetën time. Nuk ka fjalë që ta përshkruaj. Një sprovë shumë e madhe. Mendoj se është shumë bukur, më bukur andej se këtej ngjyra pa fund që besoj se ka piktor që mund t'i pikturoj ose përveç dëshirës së Zotit edhe të Perëndis. Po unë aq sa pash, aq sa arrita aq sa guzim kisha, domethënë se duhet të kesh shumë guxim, mund të kesh shpirt të mirë, mund ta kesh zemrën plot me dashuri, po guximi për të qëndruar afër Zotit është më i madh se ç'mund ta mendojmë. Kam disa mesazhe në lidhje me mua, mënyrën si kam jetuar, si jetoj. Rom ka qenë një spektakël shqisash dhe shpirti për mua. Kam dashur të përjetoj vizione. Jo, ajo që përjeton shpirti është shumë më shumë se sa dhe fjalë. Pakunësia që kam ndjerë, e të bukurës, e të mirës, ka rinuar shpirtin. Dashuria është aty, drita është aty. Për ne, jemi ne atë që zgjedhë kemi pjesën saj. Ose jo, po kur e provon njerë, nuk besoj se ka tim. Për mua të treja netët kanë qenë shumë ndryshe. Nata e parë ishte si një njëje e parë me ayahuascën edhe më ka ndihmuar aq shumë sepse ka qenë shumë e butë me mua. Më kanë pëlqyer vizionet, kam shijuar çdo gjë. Kuptova që duhet të jetoj më shumë edhe duhet të shijoj jetën më shumë edhe duhet të jap dashuri sepse ai person që isha para se të vija këtu ishte një person pak më i kalkuluar, me zemër të mirë, po, nuk e di, me shumë frikë për të dhënë. Nata e dytë, thash që doja të shkoj dip, doja që ta bëj atë punën e vërtet,
po nuk isha gati. Edhe ajo e dinte që s'isha gati. Vizionet ishin shumë të forta, nuk më pëlqenin. Nuk e di pse. Dhe ishin forma gjeometrike, edhe thjesht aty e kuptova që me ayahuasca nuk ka kontroll. Ishte sikur mu shpërbë komplet trupi, edhe iku gjithë identiteti im, identiteti Kelit. Dhe ndërkohë që shifja ato vizionet, kisha pak frikë. Pastaj, nuk e di, thjesht e lash veten të lirë, edhe thjesht pranova, aty çdo gjë sikur u zbut, nuk kisha më frikë. Ishte sikur ajo më tregoi, ja, kjo je ti, tha. Edhe më tregoi atë qetësinë, atë paqen. Pastaj nata e tretë, erdha me shumë emocione të ngarkuara. Kisha shumë faj edhe turp. Më tukej sikur të gjithë të tjerët po e shijonin me shumë eksperiencën ose kishin më shumë besim te medicina, te ceremonia, te keta, edhe kur u futa në ceremoni, natën e tretë e kuptova që do ndodhte diçka, edhe mora të gjitha përgjigjet që më duheshin. 2 ditët e para, ishte një dashuri pa kusht, dashuria më e bukur që u kam marrë. E gjëja që e bën të bukur atë, të përtejmen atje, është dashuria e madhe, e tatit, e tomës, e periudhës atje. Atje je kushdo, shef çfarë do, krijon çfarë do, dhe atje nuk ka as kohë, as distancë, i prek gjitha, është e përjetshme, është e përtejme. Unë pata shumë intense në gjë për vetë faktin që ai më çoi nga ngjelet më të bukura. Ka gjë më të bukura se të gjitha ju, mendoj unë time, gjithmonë. Realitetet që më deshon, po belgis që sikur isha të zyra për nis. Dua të ndaj disa nga përjetimet e mia, edhe pse ne vendosëm bashkë që unë nuk do ta merrja dozën e plot, mund të them që ishte një rrugtim shumë transformues. Ndoshta nuk kam përjetuar të njëjtat gjëra si pjesëtarët e tjerë të grupit, me vizione, me kontakt, me mëmën, ayahuasca, por kam pasur shumë ndjesi. Është normale kjo që kam përjetuar unë? Po, është normale dhe kjo, si të thush, njësi është energji. Po ti është duke kjo rreth, është e pamundur që mos ta komunikosh me energjinë e ceremonisë. Më ka mrekulluar fakti që të gjithë jemi ndjerë njësoj, jemi ndjerë të shkrirë, jemi ndjerë të bashkuar. Është kjo energjia që sjell vetë ceremonia ayahuascës, bima ayahuascës? Ndodh në të gjitha ceremonitë ky bashkim, kjo shkrirje e grupit? Absolutisht. Ndodh, edhe kjo energjia ka i emër quhet dashni. E kemi ndjerë, kemi shpërndar shumë dashuri dhe shumë përqafime në këtë ditë me grupin, edhe ka qenë një dashni që unë personalisht në jetën time toksore 40 e ca vjeçare nuk e kam përjetuar. Ti po e thu tashti, unë e kam thonë para një 18 vjetëve, po e njëjta eksperiencë. Ka diçka më shumë se sa kjo botë. Ka diçka më shumë sa ne shohim me këto dy sy. Të vim këtu e të hapim syrin e zemrës, edhe të shohim përtej formës. Ka qenë një udhtim shumë i bukur, një udhtim i jashtëzakonshëm. Kjo është një eksperiencë që unë ndaj nga vetja. Ndjem pak e keqardhur që nuk e kam përjetuar deri në fund ayahuascën. Nuk e di kur mund të vi momenti që unë apo pjesëmarrësit e tjerë të kenë një kohë të dytë, pra a ka një rregull se ku mund ta përsërisin ceremoninë? Këto janë ceremoni intense. Ka shumë informacion që vjen nga kjo ceremoni, merr goxha kohë që të shpalosen dhe prapë nuk shpalosen të gjitha. Disa njerëz, si thosh, janë më të predispozuar që të udhtojnë më shpesh. Mund ta bëjnë edhe 2 herë muaj. Disa marrin atë kohën e dur, për të reflektuar nga këto eksperiencë që ne kemi, mase e bëjnë edhe 1 herë 3 muaj, 1 herë 2 muaj. Ata që ishin në ceremoni dhe ju do merrni njëjtin mesazh, njëjtën njësi. Tu kemi ardhur me u bë një, me të vetën dashni, me Zotin edhe Perëndimin. Edhe është rrugtimi me që është hera parë që ke fillu që nuk do mbaroj as në këtë jetë. Nuk do mbaroj në këtë jetë. Po sa jetë më duan? Pafundsi. Është kjo një gjë e bukur apo duhet më friksoj? Qofse ma bë pyetjen si njeri, duhet të friksoj. Qofse ma bë pyetjen si shpirt, duhet të gëzoj. Si ishte përvoja jote me ne në këtë ceremoni, me grupin? Fantastike, ashtu si unë e meritoj si shaman shqiptar dhe nga gjithë këto pjesëmarrësit që janë shqiptar, jam
nuk di si ta vejmë fjalë me fjalë nga pranimi që më keni bë, nga respekti, nga guximi, nga kjo energji kaq e bukur që jemi kryu këtu. Është një ndjesë që unë nuk do ta harroj asnjëherë se kam marrë për vendin tim edhe kam pas një pritje përtej pritshmërive. Po unë si asistentja jote e kam bërë detyrën ashtu si duhet? E ke bërë edhe shumë më tepër se sa prisja, ages e ke të lindur. Faleminderit. Shërbimi ka qenë në një nivel shumë të lartë, shumë e gatshëm për shërby, e për ullur mbi të gjitha. Edhe për mu ky është një vend deri se vetëm 2 shërbëtorë ka ceremonia, shamanin edhe ata që ulen. Ka qenë kraudjasi im edhe thellësisht nga zemra të përgëzoj. Dhe mua nga zemra më ka ardhur e gjithë ndjesia dhe gjithçka sa kam dhënë për grupin. Unë të falenderoj ty dhe dua ta mbyll këtë bisedë me një përqafim, sepse ne kemi shkëmbyer shumë përqafime gjatë këtyre ditëve. Të falenderoj dhe t'jam mirënjohur. Gjithashtu faleminderit. Ándale.